Ka disa vende që duken bukur në fotografi dhe ka vende që sapo mbërrin, kupton se asnjë fotografi nuk ta i do të plotësisht atë ndjesinë. Thethi është një prej tyre. Këtë herë vendosëm të kalonim 2 ditë këtu për të vizituar 2 prej vendeve më të njohura të zonës, Syrin e Kaltër dhe Yvarën e Grunasit. Udhëtimi ynë nis nga Tirana drejt veriut të Shqipërisë. Për të arritur në Thet, duhet të llogarisni disa orë rrugë. Prandaj, këshilla ime është të niseni herët, sidomos kur keni vetëm një fundjavë në dispozicion. Ndalesën e parë e bëm të vendin më simbolik i Thethit, Kisha. Nëse keni parë Thethin në Instagram, me shumë mundësi e keni parë dhe këtë pamje. Vetëm disa metra më tej gjendet lumi i Thethit. Pas kësaj ndalese ne shkuam drejtën e hotel. Hoteli ishte i rrethuar plotësisht nga malet dhe kjo është ndoshta pjesa më e bukur e qëndrimit këtu. Syri i Kaltër nuk ndodhet në qendër të fshatit. Për të kursyer kohë dhe energji, vendosëm të merrnim një taksi nga Thethi. Nga pika ku zbritëm, na prisnin parafërsisht 45 minuta ecje. Syri i Kaltër i Thethit është një pellg natyror me ujë shumë të ftohtë në ngjyrë blu dhe po është një vend shumë i vizituar. Ndaj, nëse doni ta gjeni më të qetë, përpiquni që të vini më herët gjatë ditës dhe të shmangni oraret e pikut. Dhe sigurisht dita nuk mund të mbyllej pa ushqim tradicional. Në Theth, shumë prej bujtinave dhe hoteleve shërbejnë produkte lokale dhe gatime shtëpie. Të nesërmen, dosëm të vizitonim një tjetër prej vendeve më të njohura të Thethit, Yvarën e Grunasit. Është një shteg shumë i bukur sepse peizazhi ndryshon vazhdimisht. Rrugës ka pika ku mund të ndaloni për të pushuar dhe për të parë luginën nga lart. Dhe më në fund, pas gjithë kësaj ngjitje, mbërrin te Yvara e Grunasit. Yvara është afërsisht 25 deri në 30 metra e lartë dhe krijon poshtë një pellg të ftohtë malor. Ndonjëherë pjesa më e bukur e një udhëtimi nuk është vetëm ajo që sheh, është ajo ndjesia që të jetë fakti që ke bërë rrugën për të arritur aty. 2 ditë mjaftojnë për të parë disa prej atraksioneve kryesore. Për ne kjo ishte një fundjavë e mbushur me natyrë, ecje dhe disa prej pamjeve më të bukura që mund të gjeni në Shqipëri. Dhe po, Thethi ja vlejti gjithë rrugën. Nëse po mendoni ta vizitoni, ruajeni këtë video për itinerarin tuaj dhe më tregoni në komente. Në Theth do të zgjidhni më parë Syrin e Kaltër apo Yvarën e Grunasit.